Ajo ishte vajza e milionerëve, por prej vitesh nuk fliste. Terapistë jashtëzakonisht të shtrenjtë kishin dështuar njëri pas tjetrit, deri në ditën kur një grumbulluese e thjesht mbetjesh bëri një mrekulli që tronditi të gjithë familjen dhe ndryshoi gjithçka për gjithmonë. Sofia Mendonça ishte vetëm 5 vjeçe dhe jetonte në heshtjen më të thellë që mund të mbante një fëmijë. Nuk ishte një heshtje e zgjedhur, ishte sikur fjalët thjesht kishin humbur nga jeta e saj. Në vilën madhështore të familjes Mendonça, në lagjen më luksoze të qytetit, kjo heshtje jehonte nëpër korridoret prej mermeri dhe sallonet e mobiluara me orendi që kushtonin më shumë se një shtëpi e tërë. Marcelo Mendonça, pronari i zinxhirit më të madh të supermarketeve në shtet, e vështronte të bien nga dritarja e zyrës. Sofia ishte në kopsht, e rrethuar nga lodra që ai kishte blerë nga çdo cep i botës, kukulla të importuara, shtëpiza druri të punuara me dorë nga artizan evropian, bicikleta roz që shkëlqenin si bishuteri. Por ajo rinte ulur në bar, duke injoruar të gjitha ato që vlente një pasuri. Ajo as nuk I shikon lodrat, murmuri Marcelo, duke kaluar dorën nëpër flokët e thinjur që ishin shfaqur 2 vitet e fundit. Që kur Sofia kishte pushuar së foluri, ai ndjente sikur po e humbiste vajzën pak nga pak çdo ditë. Adriana, gruaja e tij, hyri në zyrë duke mbajtur një dosje të mbushur me raporte mjekësore. Ishin aq shumë letra, sa dukeshin si dokumente të një kompanie, jo të një fëmije 5 vjeçar. Doktori Tavares erdhi, njoftoi ajo, me një zë të mbushur me shpresë që ishte thyer kaq shumë herë. Doktor Augusto Tavares ishte neurologu më I njohur I fëmijëve në vend, një burr serioz me syze të vogla dhe bluzë të bardhë të papërlyer. Kur pranoi të trajtonte Sofin, Marcelo dhe Adriana menduan se më në fund kishin gjetur zgjidhjen. Kam rishikuar të gjitha ekzaminimet, tha doktori. Fizikisht, Sofia është perfekte. Truri funksionon normalisht, dëgjimi I shkëlqyer, kordat vokale të shëndetshme. Por ajo nuk reagon ndaj trajtimeve tradicionale. Mund të jetë mutizëm selektiv, I shkaktuar nga trauma emocionale ose ankth I thellë. Marcelo u ngrit dhe ju afrua dritares. Kemi shpenzuar një pasuri për specialist nga e gjithë bota. Asgjë nuk funksionon. Ndoshta është koha të provojmë diçka ndryshe, sugjeroi doktori. Një terapiste që punon me metoda jo konvencionale, përmes përvojave shqisore dhe kontaktit me botën reale. 2 orë më vonë, Beatriz Santos mbërriti në vilë. Ishte një grua e moshës së mesme, me flokë kaçurela të mbledhura pa rregull dhe një buzëqeshje të ngrohtë. Në kopsht, ajo ul pranë Sofis dhe filloi të luante një melodi të butë me një flautë bambuje. Vajza ngriti syt, e magjepsur. Pastaj Beatriz mori pak dhe filloi të vizatonte pranë saj, duke imituar lëvizjet e vogëlushes. Për herë të parë pas shumë kohësh, në fytyrën e Sofis u shfaq diçka që I ngjante një buzëqeshje. Beatriz vuri re se vajza vizatonte gjithmonë të njëjtën gjë, një shtëpi të vogël, një figurë njeriu dhe një portë. Kur e pyeti se çfarë ishte, Sofia u ngrit dhe tregoi nga rruga. Përballë vilës kishte një shkollë publike, ku fëmijët luanin gjatë pushimit. Ajo dëshiron të shohë fëmijë të tjerë, kuptoi Beatriz. Ajo nuk është thjesht e heshtur, është e izoluar. Jeton në një kafaz të artë. Të nesërmen, prindërit morën vendimin më të vështirë, ta nxirrnin Sofin nga siguria e vilës dhe ta çonin në botën reale. Të shtunën në mëngjes, shkuan në parkun qendror. Aty, mes familjeve të thjeshta dhe fëmijëve që vraponin, Sofia u ndal e mahnitur nga zhurmat, të qeshurat dhe ngjyrat. Pranë një stoli u shfaq një grua e moshuar, duke shtyrë një karrocë të vjetër plot me shishe plastike dhe letra për riciklim. Quhej shpresa. Kishte flokë të thinjur të lidhur thjesht dhe një buzëqeshje të butë. Ajo I foli Sofis me një zë të ngrohtë dhe I tregoi një zogt prej letre, të bërë nga një revistë e vjetër. Sytë e vajzës u ndriçuan. Ajo e mori origamin me duar që I dridheshin nga emocionet. Për herë të parë pas 2 vitesh, Sofia u ngrit dhe preku dorën e gruas së moshuar. Pastaj, me një përpjekje të jashtëzakonshme, hapi gojen dhe nxori një tingull, jo një fjalë, por një përpjekje e qartë për të folur. Prindërit u shtangën. Lot u mblodhen në sytë e shpresës. Ti ke shumë për të thënë, bi, pëshpëriti ajo. Në atë moment, Beatriz e kuptoi se po ndodhte diçka e thellë. Nuk ishte thjesht terapi, ishte lidhje njerëzore. Një grua e thjesht, pa pasuri dhe pa tituj, kishte arritur aty ku shkenca kishte dështuar, kishte prekur zemrën e një fëmije dhe I kishte dhënë guximin të kërkonte zërin e vet. Heshtja që kishte mbuluar familjen Mendonça po fillonte të thyej.
Dhe gjithçka kishte nisur me një akt të vogël dashurie, një zogt prej letre dhe një zemër të hapur. Ajo u ngrit, mori karrocën e saj dhe i buzëqeshi Sofis për herë të fundit. Ishte kënaqësi të njoh, princesh. Shpresoj të shoh përsëri. Kur Esperança filloi të largohej, Sofia bëri diçka që e la gjithë familjen pa fjalë. Ajo bërtiti. Jo një britm me fjalë, por një britm dëshpërimi, sikur po humbiste diçka shumë të rëndësishme. Esperança u kthye, pa ankthin në sytë e vajzës dhe vrapoi drejt saj. Sofia ju hodh në krah, duke e shtrënguar fort, sikur të mos donte ta linte të ikte më kurrë. Ajo nuk do që unë të iki, e kuptoi Esperança, duke i përkëdhelur flokët. Sa gjë e jashtëzakonshme. Kjo është e pamundur, përshpëriti Adriana. Ajo nuk lidhet me askën. Ndoshta thjesht po priste personin e duhur, u përgjigj Esperança, ende duke e mbajtur Sofin në krah. Dhe në atë çast, në mes të parkut, e rrethuar nga familje të thjeshta dhe nga gëzimi i lirë i fëmijëve që vraponin, Sofia mendon qa gjeti diçka që gjithë milionat e prindërve të saj nuk kishin mundur kur t'ia blinin, një lidhje të vërtet njerëzore. Takimi që duke i pamundur kishte ndodhur. Dhe sapo kishte filluar të ndryshonte jetët e tyre përgjithmonë. Heshtja në makinë gjatë rrugës së kthimit në shtëpi ishte ndryshe nga të gjitha heshtjet që familja mendon qa kishte përjetuar më parë. Nuk ishte heshtja e rëndë e shqetësimit, as ajo e dëshpëruar e frustrimit. Ishte një heshtje e mbushur me mundësi, e ngarkuar me një shpresë që nuk e kishin ndier prej 2 vitesh. Sofia e mbante zogun prej letre fort në kraharor, sikur të ishte thesari më i çmuar në boll. Syt i shkëlqenin me një gjallëri që Marcelo dhe Adriana mendonin se nuk do ta shihnin më kurrë. Por kishte edhe diçka tjetër. Sofia ishte e shqetësuar, shikonte vazhdimisht nga dritarja, sikur kërkonte dikë. Ajo nuk pushonte së kërkuari zonjën. Në gjithë vitet e mia të terapisë, kur nuk kam parë një lidhje kaq të menjëhershme dhe të thellë, tha Beatrice nga sedilja e përparme. Por pse pikërisht me të, pyeti Adriana. Sofia ka pasur kontakt me 10 njerëz, mjek, terapist, dado, specialist. Ndonjëherë nuk ka të bëjë me kualifikimin, u përgjigj Beatrice me mendim. Ka të bëjë me diçka më të thellë, me diçka që nuk mësohet në universitete. Kur mbërritën në shtëpi, Sofia bëri diçka që i habiti të gjithë. Në vend që të shkonte drejte në dhomë, ajo vrapoi në kopsht dhe u ul në vendin ku zakonisht vizatonte. Këtë herë, në vend që të vizatonte në tokë, ajo mori një laps dhe një fletë që Adriana kishte lënë mbi tavolinë. Filloi të vizatonte me një përqendrim të jashtëzakonshëm, jo si zakonisht, por me qëllim, me ngut, sikur kishte diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Kur mbaroi, vrapoi te prindërit dhe u zgjati fletën. Vizatim ishte i qartë, një grua e moshuar me një karrocë, një vajzë e vogël pranë saj dhe mbi të dyja një zemër e madhe, plot ngjyra. Ishte Esperança. Por kishte edhe diçka tjetër, lot në fytyrën e gruas, jo lot trishtimi, por gëzimi. Ti do ta shohësh përsëri, e pyeti Beatrice bull. Sofia pohoi fuqishëm me kokë dhe tregoi veten dhe vizatimin, sikur të thoshte, ne jemi shoqe tani. Të nesërmen në mëngjes, Sofia u zgjua herët dhe, për herë të parë pas 2 vitesh, i tërhoqi prindërit drejt derës. Ajo donte të kthehej në park. Atje kërkoi me sytë e saj çdo cep, por Esperança nuk ishte. Lot i mbushën sytë dhe nxori tinguj dëshpërimi. Ishte atëherë që një shitse lulesh, zonja Carmen, ju afrua dhe i pyeti nëse po kërkonin Esperancën. Ajo u tregoi se Esperança nuk ishte thjesht një mbledhëse mbetjesh. Ajo kishte humbur vajzën e saj vite më parë dhe prej asaj kohe i kishte kushtuar jetën fëmijëve në nevojë. Kishte mësuar qindra fëmijë të lexonin, kishte gjetur familje për shumë prej tyre dhe ndihmonte këdo që mundej. Ata mësuan se të dielave Esperança shkonte në sheshin San Francesco, në një lagje të varfër. Pa humbur kohë, u nisën atje. Ajo që pan ishte prekse, Esperança e ulur në një pemë, e rrethuar nga fëmijë, duke u treguar histori. Kur Sofia e pa, vrapoi drejt saj dhe u hodh në krahët e saj. Dhe atëherë ndodhi mrekullia. Për herë të parë pas 2 vitesh, Sofia shqiptoi një fjalë të qartë, gjyshja. Heshtja që pasoi ishte e plotë. Lot rridhnin në fytyrën e Esperancës, e cila përshpëriti, mbesa ime e zemrës. Sofia filloi të luante me fëmijët e tjerë dhe tha edhe një fjalë tjetër, po. Në atë shesh të thjesht, ajo gjeti gëzimin e pastër të qenit thjesht një fëmijë. Marcelo dhe Adriana e kuptuan se shërimi i vajzës së tyre nuk ishte në terapitë e shtrenjta, por në dashurinë e vërtetë dhe në lidhjen njerëzore.
Ditët që pasuan ishin plot ndryshime. Sofia fliste gjithnjë e më shumë, gjithmonë duke përmendur gjyshen Esperança. Ajo donte ta sillte në shtëpi. Kur Esperança erdhi në vilë, disa punonjës e pan me paragjykim. Por Sofia, për herë të parë, u vendos përpara saj, hapi krahët dhe tha me zë të fortë, "Jo, gjyshja është e mirë." Ishte hera e parë që tregonte zemërim për të mbrojtur digë. Esperança nuk u impresionua nga luksi. Nuk I interesonin mobiljet e shtrenjta apo pikturat. I interesonte vetëm Sofia. Ajo dëgjonte çdo fjalë të saj sikur të ishte muzika më e bukur në botë. Dhe në atë shtëpi plot pasuri, ajo solli diçka që mungonte prej kohësh, ngrohtësinë e dashurisë së vërtetë. Janë të gjitha? Sofia tunte kokën me kureshtje. Esperança buzëqeshi, I preku but fytyrën dhe I tha me një zë plot dashuri, "Këto janë gjërat më të çmuara që ekzistojnë." Pikërisht atëherë, Sofia mori një nga kukullat e saj më të shtrenjta, një kukull franceze që kushtonte më shumë se paga minimale dhe ja zgjati Esperancës. "Për ty, gjyshe," tha qartë. Esperança e pa kukullën, pastaj Sofin dhe syt ju mbushën me lodh. "Faleminderit, mbesa ime, por a e di çfarë do të doja më shumë të merrja nga ti?" "Çfarë?" pyeti Sofia. "Një përqafim. Përqafimet janë dhuratat më të vlefshme në botë." Sofia u hodh në krahët e saj me një forcë që gati e rrëzoi. Dhe në atë përqafim ndodhi diçka magjike. Sofia I përshpëriti në vesh, "Të dua, gjyshe." Ishin fjalët e saj të para të dashurisë, të para fjalë të ndjenjes së vërtetë. Marcelo, që po e shikonte nga dera e dhomës, u mbush me një emocion që I preu frymën. Vajza e tij po shprehte dashuri për herë të parë në jetë dhe nuk ishte për të apo për Adrianën, por për një grua të thjeshtë që kishte hyrë papritur në jetën e tyre dhe kishte ndryshuar gjithçka. "Si arrin ta bëj këtë?" pyeti ai Beatriz. Esperança nuk e sheh Sofin si një problem për të zgjidhur, shpjegoi ajo. E sheh si një fëmijë të përsosur që thjesht kishte nevojë të kuptojë. Gjatë darkës ndodhi diçka tjetër e jashtëzakonshme. Sofia, që zakonisht hante në heshtje, filloi ta prezantonte Esperancën para të gjithëve me fjalët e saj të pakta, por plot kuptim. "Gjyshe e mirë. Gjyshe mëson. Gjyshe do Sofin." Esperança buzëqeshi dhe u përgjigj, dhe Sofia I mësoi gjyshes se thesaret më të mëdha janë ato që mbajmë në zemër. Adriana, me zërin që I dridhej, e pyeti, "Si mësove kaq shumë për fëmijët?" Esperança heshti për një çast. "Kam pasur një vajzë." Ajo ishte pothuajse në moshën e Sofis kur shkoi në qiell. Zëri I saj u drodh. Mbeta shumë kohë pa kuptuar pse gjërat e këqija ndodhin me njerëzit e mirë. Pastaj kuptova se ndoshta misioni im ishte të kujdesesha për fëmijët që kishin nevojë për dashuri. Sofia u afrua, u ul në prerin e saj dhe I preku fytyrën. "Gjyshe e trishtuar?" "Jo më, princesh. Tani jam përsëri e lumtur." Atë natë, pasi Esperança u largua, Sofia shkoi në dhomën e prindërve, u ngjit në shtrat dhe për herë të parë tha, "Mami, babi." Pastaj I përqafoi fort. "Dua mamin, dua babin. Dua gjyshen Esperança." Në atë përqafim, familja Mendonça e kuptoi se shërimi nuk ishte në terapitë e shtrenjta, por në dashurinë e vërtetë. 2 javë më vonë, Sofia fliste çdo ditë më shumë dhe me një pjekuri emocionale që I habite të gjithë. "Babi punon shumë," tha një mëngjes. Babi lodhur. "Gjyshe thot, familja e para, parat më pas." Fjalë të thjeshta, por me një mençuri të thellë. Një ditë, Sofia njoftoi, "Do të kem festë ditëlindjeje, por jo këtu. Te shtëpia e gjyshes." Ajo vizatoi fëmijët e lagjes duke luajtur së bashku, një tortë të vogël dhe zemra të mëdha. "Nuk dua festë luksi," tha me vendosmëri. "Dua festë të vërtetë, me dashuri të vërtetë." Të shtunën, shkuan në lagjen ku jetonte Esperança. Shtëpi të thjeshta, rrugë me fëmijë që luanin dhe një ndjenjë komuniteti që vila e tyre nuk e kishte njohur kurrë. Festa ishte e thjeshtë, flamuj prej letre, një tortë e bërë në shtëpi dhe lojra rrugësh. Sofia qeshte sikur më parë. Kur erdhi koha e dhuratave, fëmijët I sollën lodra të bëra me dorë. Ajo u mahni dhe, e prekur, hapi valixhen me lodrat e saj të shtrenjta dhe filloi t'i dhuronte një nga një. "Kam miq, kam gjyshe, kam dashuri. Kjo është më e mirë se lodrat," tha me një bindje të pastër. Esperança ju afrua prindërve dhe u tha,
vajza juaj ka mësuar diçka që shumë njerëz e kuptojnë vetëm në fund të jetës, pasuria nuk është ajo që ke, por ajo që ndan. Sofia u ngjit në një karrige dhe tha, faleminderit, miq. Faleminderit, gjyshe. Tani jemi familje e madhe, familje e lumtur. Kur festa mbaroi, Sofia e përqafoi Esperancën. A mund të jetosh me ne për gjithmonë? Dashuria nuk jeton në shtëpi, jeton në zemër, u përgjigj ajo. Atëherë ti jeton këtu, tha Sofia duke treguar gjoksin e saj dhe pastaj gjoksin e Esperancës. Në rrugën e kthimit, Sofia tha diçka që ndryshoi gjithçka, dua të ndihmojmë fëmijët si miqtë e mi. Parat tona mund të bëjnë njerëzit të lumtur. Marcelo ndaloi makinën dhe e pyeti, dëshiron që parat tona të ndihmojnë të tjerët? Po. Parat që ndajnë janë të lumtura. Një muaj më vonë, Sofia fliste lirshëm. Një mëngjes tha, unë nuk isha pa zë, po prisja të kisha diçka të rëndësishme për të thënë. Dhe tani e dinte, donte që pasuria e familjes së saj të sillte gëzim për të tjerët. Atë ditë, doktori Tavares telefonoi dhe kërkoi një takim urgjent. Rasti i vajzës suaj është më i jashtëzakonshëm i karrierës sime, tha ai. Kur ul përballë Sofis, ajo i tha me sinqeritet, ti je doktori që nuk më ndihmoi. Dhe në atë fjali të thjesht ishte e vërteta më e madhe, shërimi i saj kishte ardhur jo nga shkenca, por nga dashuria, nga lidhja njerëzore dhe nga një gjyshe zemre që i kishte treguar kuptimin e vërtet të jetës. Ata qeshën nervozisht. Saktësisht, pranoi doktor Tavares duke buzëqeshur. Dhe tani dua të kuptoj si arrite të ndihmosh veten. Sofia mori një fletë dhe filloi të vizatonte ndërsa fliste. Nuk isha vetëm. Ishte gjyshja Esperanca. Ajo më mësoi se fjalët dalin vetëm kur zemra është e lumtur. Doktori vështroi me vëmendje vizatimin. Ishte i njëjti model që Sofia vizatonte kur ende nuk fliste, një shtëpi e vogël, një figurë njeriu dhe një portë. Por tani kishte diçka të re. Rreth figurës kishte shumë fëmijë të vegjël. Sofia, tha Beatrice but, ti gjithmonë e ke vizatuar këtë skenë. Mund të na tregosh çfarë do të thotë? Sofia e pa vizatimin sikur shite diçka që të rriturit nuk e shinin. Ishte gjyshja Esperanca. Unë e shija në kokën time përpara se ta njihja vërtet, duke u kujdesur për fëmijët në shtëpinë e saj të vogël. Heshtja që pasoi ishte e thellë. Po thua se e vizatoje Esperancën përpara se ta takoje? Pyeti Adriana e tronditur. Po, u përgjigj Sofia natyrshëm. Zemra ime e dinte që ajo ekzistonte. Më duhej vetëm ta gjeja. Doktor Tavares u përkul përpara, i emocionuar. Kjo është e jashtëzakonshme. Ti nuk kishe mutizëm selektiv, trupi yt po priste personin e duhur për të zgjuar zërin. Beatrice shtoi, prandaj asnjë terapi nuk funksionoi. Ajo nuk kishte nevojë të shërohej. Kishte nevojë të kuptohej. Doktori e pyeti, a do të doje të ndihmoje fëmijë të tjerë që nuk flasin? Sytë e Sofis u ndriçuan. Po, por vetëm nëse gjyshja Esperanca është me mua. Ajo më mësoi të flas. Kur Esperanca erdhi atë ditë, gjeti shtëpinë plot kamera dhe mjek. Çfarë po ndodh? Pyeti ajo e hutuar. Së bashku do të ndihmojmë fëmijë, i tha Sofia. Ashtu siç më ndihmove mua. Unë nuk kam metoda, u përgjigj Esperanca me përullësi. Unë vetëm dua. Dhe pikërisht këtë duam të tregojmë, tha Beatrice. Dashurinë si terapi. Në regjistrimin që u bë më pas, Sofia foli me një qartësi që preku zemrat e të gjithëve. Unë nuk flisja sepse po prisja të gjeja gjyshen e zemrës sime. Kur dikush të do vërtet, fjalët vijnë vetë. Mesazhi u përhap në mbar vendin dhe më pas në boll. Marcelo vendosi të krijonte një fondacion, Fondacioni Esperanca dhe Sofia, për fëmijë me vështirësi në komunikim dhe familje në nevojë. Esperanca u bë drejtoresha edukative. Dashuria është ilaçi më i mirë, tha Sofia me bindje. Pas disa muajsh, u ndërtua një qendër e madhe edukative në lagjen e Esperancës. Kur Sofia e pa, syt ju mbushën me lodh. Është për të gjitha fëmijët që kanë nevojë për dashuri, i tha gjyshja. Në inaugurim, Sofia mbajti një fjalim para qindra njerëzve. Nuk ka fëmijë të thyer, tha ajo. Ka vetëm fëmijë që presin dikë t'i kuptoj. Nuk keni nevojë për pasuri për t'i ndihmuar. Ju duhet vetëm dashuri e vërtetë. Vite më vonë, Sofia ishte bërë një zë i njohur për komunikimin empatik të fëmijëve.
Një ditë e pyeti Esperançën, e dije që do të flisja? Po, bia ime, u përgjigj ajo. E dija që kishe një botë të tërë brenda zemrës. Sofia e përqafoi fort. Vajza që dikur jetonte në heshtje kishte gjetur jo vetëm zërin e saj, por kishte mësuar botën se ndonjëherë mrekullia më e madhe është të duash dik pikërisht ashtu siç është. Dhe Esperança, gruaja e thjeshtë që dikur mblidhte materiale nëpër rrugë, kishte zbuluar se thesari më i çmuar për t'u mbledhur ishin zemrat që kishin nevojë për dashuri.